Kam përcaktuar drejt, kam qenë shumë i qartë, fysh fillime. Edhe njeriu mbledh mendjen. Nuk kam punuar shumë me dy rrugë, si punojnë këta. O kon me, o kondër di me. Është ligj, kjo është taksative. O ti është me ligjin, jo kështu edhe e përkrajnë prokurorin, jo po aktitu, qa aktitu, ku është tu, qa turpi kanë bërë ata. Ata djemë të nëna që janë atje brenda, që duhen mbështetur fort. Sepse guxoi administratë shtetërore e bashkisë nën hijen e tij, shkuan e kërcënuan në strukturën, kur arrestuar i akuzuar për korrupsion e Riomelia. Dhe populli nuk shkoi atje të mbështeste strukturën. Ata guxuan pa pik turpi, zyrtarët e shtetit që paguan një popull, mjerimi, varfëria ekstreme që ne po shohim për natë nëpër televizione, që mungon bukë gojës, që kanë marrë rrotim për një copë bukë. Dhe këtu diskutohen miliona euro të shpërdoruara nga të pangopurit e aparatit shtetëror. Në fakt, ne sot menduam që operacioni i Akshit do të ishte aksioni fundit i Dumanet, por me sa duket pastaj qenë i parafundit. Nëse jam ende herët, deri në datë 18 në mbrëmje, ai do të jetë me çelësat e zyrës, mund të ndodhi edhe diçka tjetër, por le ta quajmë parafundit atë çfarë ndodhi sot. Jo, je shumë e qartë. Je shumë e qartë, nuk je duke bërë ndonjë amësi, këto mbështeten mbi fakte reale. Zoti Aldin Numani deri sekondën e fundit ka bërë goxha deklarata të forta, ka sqaruar shumë mirë opinionin publik, ka përcaktuar dhe kundërshtarët e strukturës së posaçme antikorrupsion se kush janë, ka thënë hapur, na kanë kërcënuar, krimi organizuar, politika, media, që i kanë penguar në punë të tyre, të vështira. Nuk është pak të punosh me qefi në kokë. Unë e kam provuar. E këtu ka në një në Tiranë, zotëria. Jam përballur me banda. Çështje fraksione, sekonde, plumi, të kape dhe ikën, harrohesh nga kjo botë. Dhe isha harruar 100 herë. Po jam gjallë për t'i parë këtë lloj skenash. Këto s'ka ndodhur në 97-ën. Se kishte një lloj idealizmi në atë kohë, edhe më pas. Po jo sot. Sot, mas 30 sa vjetësh, Shqipëria vazhdon të lëngojë nga korrupsioni edhe nga krimi organizuar. Strukturë e organizuar e krimit kriminale, pra, është akuza që rëndon mbi Akshin sot edhe personat e tjerë të cilët kanë pasur masa spaku, por përveç pjesës individëve që i drejtojnë institucionet, ku duket që ka pasur abuzime me tenderat, por të arrihet në një grupim të strukturuar kriminal, është një akuzë e fortë, apo jo, dhe për më tepër që ka aty të përfshirë jo vetëm çështje tenderash, e firmash, e dokumentesh edhe disa zero me miliona euro, por ka edhe struktura të larta të policisë. Dhe kjo është ajo që dua të ndajmë në këtë bisedë së bashku për të kuptuar se si në fakt numri 2 i policisë shtetit për Tiranën të ketë implikime dhe ka një mas ndaj tij. Nuk është kjo, nuk është për çuditë, sepse infeksioni malign, kanceri malign, korrupsioni është shpërndar. Është futur keq në damarët e shoqërisë shqiptare, aq më tepër në strukturat e shtetit, dhe këtu s'është për çuditur. Ata sa vinë mëngjes e kanë mendjen vetëm për të vjedhur, ç'a do vjedhim sot, ç'a do grabisim nesër. Dhe kjo s'është çudi, unë nuk çuditem fare. Mund të ketë ndonjë strukturë tjetër të organizuar të grupit kriminal në administratë shtetërore, sot Doria Këshëja, 1-2 janë në kërkim duket si kanë kapur ende. Edhe s'është çudi fare, është për kohën që ka ardhur, është normale. Po mirë, po si ka rënë policia, le të themi struktura, jo gjithë policia, se ka policë shumë të ndershëm të cilët rrinë në çdo, që nga rrugoria, që nga ata cilët janë, sikurse e thatë ju, me kokë në thes, me krimin në përballjet e tyre, ka policë që janë shumë të ndershëm, por nga ana tjetër disa drejtues apo disa elementë të tyre si bien pjesë prej këtyre abuzimeve me pushtetin. Nuk thash, kjo fillon që në gjenezë që në emërime, sepse ka struktura që duhet merren me të kenë informacion kur i emërojnë për detyra, këtu besoj që kanë ardhur këtë gjendje për shkak të lidhjes nepotike të botës krimit, e cila ka lidhje në policitë të shtetit, se nuk mund të punoj botë e krimit qofse nuk është e mbrojtur. Ka dhe raste që s'kanë qenë të mbrojtura, kanë shku përpara përgjegjësisë ligjore, por kjo është shumë e rëndë. Kështu që policia e shtetit në këto situata duhet gjë një fjalë korekte, i ka humbur busulla. Po është kjo individuale apo është sistematike në polici? Unë mendoj që kjo nuk është individuale, nuk është 1 e 2.
përderisa shkojnë në 70 raste, që deklaroi zoti Aldin Dumani që është në prag të ikjes, e bëri publike këtë gjë, unë e quaj shumë të rëndë. Është një akuzë shumë e rëndë, dhe kjo nuk është akuzë në ajër, po është akuzë e materializuar. Domethënë me emra konkret dhe me vepra konkrete penale, që strukturët e policisë shtetit janë të korruptuara, janë korruptuar në dëm të shoqërisë, në dëm të vendosjes së rendit të qetësisë publike dhe në dëm të demokracisë që ne nuk po ecim dot. Policia nuk duhet ishte e kundërta që të ishte bashkëpunuese me strukturat e posaçme? Jo, s'është. Ti çonte ajo kriminalët përpara të SPAK-u? Fatkeqësisht, nëse është shumë pak, zoti Aldin Dumani e ka akuzuar hapur policinë e shtetit, që nuk bashkëpunon. Paracakosh dhe përsëri e ka përsëritur. Nëse policia e shtetit do ishte e hapur me ta, nuk do ndodhen ato që ka ndodhur. Po do ishin njësh. Nuk po them të shkonin të përzyrë të kompromentoheshin, si me thënë të bashkëpunonin, pastaj të fillonte opinioni apo opozita janë hajdutër dy palë, normal, se duan të mbjetojnë dhe ata të opozitës, destruktive, vazhdojnë të jetë opozitë destruktive, as diskutohet fare, s'kan lidhje me demokracinë, dhe s'ka lidhje dhe me emrin demokratike, s'ka qenë kur Parti Demokratike. Të marrë një koment për çfarë po ndodh në fund, por fokusohemi tek policia dhe drejtësia. Normale është kjo që jam duke thënë. E qartë. Mirë, nëse mbetemi sërish tek SPAK-u, zoti Rama ka zbuluar vetë, të paktën në një deklaratë që ka bërë në